Unë jam një nga ata fëmijët që edhe nëse nuk më pëlqente vaji i peshkut, mami do më jepte me zorë çdo ditë një lugë vaj peshku. Por cila është diferenca midis vajit të peshkut dhe vajit të mëlçisë së merlucit? 12.000 mg vaj peshku gjenden në një lugë të gjellës me vaj të mëlçisë së merlucit. Ky lloj vaji faktikisht është shumë herë më i pastër dhe më i çliruar nga metalet e rënda siç është mërkuri. Sipas Dr. Price, që ka bërë një libër fantastik kur flet për dietat indigjene dhe rolin e tyre në krijimin e strukturave dentare, thotë që mënyra më e mirë e konsumit të vajit të mëlçisë së merlucit është bashkë me gjalpin. Pse? Sepse gjalpi ka prezencën e vitaminës K2 që ndihmon që qoftë fëmijët apo edhe të rriturit të kenë një strukturë më të mirë dentare. Kështu që në qoftë se do të zgjidhni midis vajit të peshkut dhe vajit të mëlçisë së merlucit, opsioni i dytë është shumë herë më i mirë. Unë jam Djola Dosti, doktoreshe shkencave të nutricionit, trajnuar në Harvard Medical School.